Në kuadër të ditës botërore të shëndetit, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor ka organizuar një aktivitet sensibilizues në Shkodër, ku qytetarët kanë kryer matje të tensionit dhe diabetit. Infermierja Mirjana Idrizi u shpreh se kjo nismë synon ndërgjegjësimin e qytetarëve për kujdesin ndaj shëndetit të tyre dhe theksoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla për parandalimin e sëmundjeve dhe promovimin e një jetese të shëndetshme. Sot kemi dalë për ditën botërore të shëndetit, ku bëjmë matje të tensionit dhe të diabetit për qytetarët dhe sensibilizojmë gjithë popullin edhe se si të ushqehen, se si të ruhen, se si të merren me aktiviteti fizik dhe si ta marrin në kontroll tensionin dhe diabetin që është përhap shumë kohë e fundit edhe nga kequshqyrja edhe nga jeta sendetare që mund bëjnë njerëzit. Në fakt janë shumë të rëndësishme sepse kemi vënë re se njerëzit janë sensibilizuar dhe kanë marrë më shumë edukat shëndetësore, kujdesen shumë për veten, edhe recim ruhen edhe me ushqimin, ruhen me peshën, sidomos me majt peshën në mënyrë optimale, kështu që besojmë që kena bërë një punë të mirë dhe besojmë që njerëzit po mësohen sa më shumë për me rujt shëndetin e vet. Për çdo rrallë që dalin vëre që njerëzit janë të gatshëm. Sa na shohin, fill vinë, masin tensionin, diabetin, nuk kanë frikë, kujdesen shumë për veten. Kemi vëre që kemi bërë një punë të mirë. Mjekët theksojnë se kontrollet periodike dhe kujdesi ndaj vetes janë çelësi për një shëndet më të mirë dhe një jetë më cilësore për çdo qytetar.